një fjalë që e preferoj shpesh ta them se mendoj është shumë ilustrative, ka të bëjë me një përvojë të një dietari të quajtur Fudal ibn Iyad. Ky njeri ka qenë shumë kriminal i madh, ka qenë shumë problematik. Në moment caktuar me ndëgjuarit në një fjalë të Zotit pendohet, dhe pendim aq cilësor sa që e bën nga dietarët dhe adhurues të njohur. Por ai nuk e harron përvojën e tij të kaluarën dhe një herë takohet me një njeri dhe bisedojnë për të kaluarën. Dhe pyet sa vjet i ke, i thot 60 vite i kam. Thot si duket afër qenke, do thot afër që të kalosh nga kjo botë. Atëherë ky njeri disi si trishtohet nga ky përkujtim, thot atëherë çfarë të bëj? Nga se 60 vite të kaluara ndryshe, tash si duket nuk kam edhe shumë mundësi për të përmirësuar. Dhe ai jap një mesazh të qartë që un kam dëshirë çdo njeri ta marrë këtë mesazh seriozisht nga ky njeri me përvojë edhe me të kaluar të shëmtuar, por me të ardhmë të jetë ndryshur që e ka përmirësuar vetën e tij. Ai ka thënë, përmirësoje atë që të ka mbet, ta fal Allah që ka kalu. Nëse e kaluara 60 vjeçare është e zym, por një ditë është e mirë, ajo do të mbetet kriteri vlerësim për ty ditën e takimit me Zotin tënd.